Kur ke qenë për herë të fundit në një kazino? Për herë të fundit në kazino, kom qenë në prill. Tash e ke shkuptoj shikus të aty me komente, sigurisht. Kom qenë në prill, po normal. Në kazino për qef, isha me bashortën time në Monako, edhe me shku në Monako, ti me smehin kazino është logjika të zero. Po, lujta si gjapovar, vish 5 euro shtina. Në kazino veç 5 euro? Vish 5 euro. A nëzjerë diçka jo? Keq kur gjo. Edhe dole eshtë. Qka tha gruja, masi shkoj mirë me 5 euro? Shteni tha dhe 5, më s'pëna vëjz. Në fakt të shkosh në një vend të cilë është... Kush ka qenë Monako, në qendrët Monakos, e din që është ajo kazino, s'më kujtot edhe emri saksisht, po është ajo kazino e madhe kryesore, dhe pse ka plot aty, ajo qatë shumë ka vizita, so që nuk do më thonë që njerës të hinë edhe vetëm me ma lujt. shumë një si vend edhe turistik, unë kam hy vetë, po nuk është, në fakt asë nuk kam ditë ta bëjë pjesën tjetër. As 5 jo. Heq Albana? Heq. Ka rezistu, që ka mendon për njerës që luajnë kazino, ose lojra të fatit, ose që janë të këtyre ujrave, dhe që po dëgjojmë që po shtohen? Nëse e bën për qef që shumë bo une, nuk është kur gjo. Nëse hi fellë dhe ki mendhen gjithmonë aty edhe të nëton që me bo pare për saj, ato në të harrojnë, kur njetë hiq. Nuk e dine njeri që u dalë me bo pare. Nështë ta ka fitu i shumë. Bukur të madhe që ka mënu që bona pare, po i kalon gjitha. Kur i ke thënë gruas të dua për herë të fundit? Sa ku jeni bashkë, keni ndër të familje? Para 35 minutave. 35 minutave? Po. Gojarisht apo me mesazh? Telefon, me mesazh. Ajo për momentin ndodhet në Gjermani, zbashku me 2 djemët, tek print e vetë, e falenderoj shumë që këtë periudhë dhe shfrytëzon edhe ajo me pushu, po edhe mu më mlon vetëm, sepse është shumë e vështirë, mi pasi sezon, gjdo natë me dasma dhe gjatë ditës më marrë me fëmi, sa do që për shemull, thot aja unë e mirëna, po kur t'janë fëmijët në shpiti e ketë vështirë mos më marrë me ta. Pas asaj që të gjojnë herët edhe gjatë ditës ti vetë ke dëshirë me folë, me lujtë, me dalë dikon, kështu që ajo është e pamundshme me rezistru pastaj edhe mramjes dhe i orët e parët në mëngjesit. Kur je lutë për herë të fundit për diçka? Për herë të fundit për diçka... Ose a lutesh shpesh për gjërat të ndryshme? Beson në Zot? Pa tjetër që po, pa diskutim. Lutja e fundit për çka ka qenë? Nuk e di, nuk e majnë man ma saksisht diçka ma thellë, se njeri lutet çdo ditë, une jo bashkë çdo ditë, po shpesh kur zgjona prej gjumit me mëngjes,